Gjeneta Fetahu dhe Gjesti ishin ndër çiftet më të përfolur dhe më të dashur nga publiku gjatë qëndrimit të tyre në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Lidhja e tyre nisi në mënyrë të natyrshme, përmes bisedave të gjata, shikimeve të ndrojtura dhe momenteve të ëmbla që i bën ndjekësit të ndihen sikur po përjetonin një film romantik në kohë reale. Kimia mes tyre ishte e dukshme që në ditët e para, duke u kthyer në një nga historitë më të komentuara të sezonit. Në çdo spektakël, publiku shihte se si afrimiteti mes tyre rritej gradualisht, ndërsa mënyra se si ata kujdeseshin për njëri tjetrin u bë simbol i ndjenjave të sinqerta brenda mureve të shtëpisë më të famshme në Kosovë. Për shumë shikues, Gjeneta dhe Gjesti përfaqësonin dashurinë spontane, atë që lind papritur, por që mbetet e paharruar. Megjithatë, sapo dritat e skenës u shuan dhe loja përfundoi, rrugët e tyre morën drejtime të ndryshme. Siç ndodh shpesh me çiftet që krijohen brenda realiteteve televizive, jeta jashtë sjell ritme, vendime dhe përballje të tjera. Edhe pse marrëdhënia e tyre nuk arriti të mbijetojë pas daljes nga Big Brother, kujtimet dhe momente që ndan vazhdojnë të jetojnë në mendjet e fansave. Në rrjetet sociale, veçanërisht në TikTok, ndjekësit kanë krijuar qindra video dhe montazhe prekse me momentet më të bukura të çiftit. Këto video, të shoqëruara me muzikë romantike dhe fraza të ndjera, kanë marrë mira pëlqime e komente, duke dëshmuar se lidhja e tyre, edhe pse e shkurtër, la një gjurmë të fortë emocionale. Shumë përdorues shprehen se kimia mes tyre ishte diçka që nuk mund të fshihet lehtë, dhe se ajo lidhje ishte më reale se shumë të tjera. Së fundmi, gjatë një transmetimi live në TikTok, Gjeneta është ndalur pikërisht te këto video që po qarkullojnë çdo ditë në rrjet. Me sinqeritet dhe emocion, ajo ka pranuar se ndjen mall sa herë i sheh ato pamje. Videot me Gjestin edhe mua po më prekin, më emocionojnë, ka treguar ajo me zë të butë, duke shtuar se është e pamundur të mos ndjesh diçka kur sheh kujtimet e një periudhe kaq të veçantë të jetës tënde. Deklarata e saj është pritur me shumë dashuri dhe komente pozitive nga ndjekësit, të cilët ende ruajnë një ndjenjë nostalgjie për çiftin që dikur u bë simbol i ndjenjes së pastër dhe spontane brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Për shumë prej tyre, Gjeneta dhe Gjesti mbeten një kujtim i bukur i asaj që ndodh kur dy njerëz gjejnë njëri tjetrin në vendin më të papritur, në vëzhgimin e gjithë publikut. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.